Një aksident tragjik ka ndodhur mëngjesin e 1 janarit në aksin Gjirokastër-Tepelen, konkretisht në vendin e bypassit. Ndodhemi në vendin e ngjarjes, ku kanë humbur jetën 3 të rinj. Bëhet fjalë për udhëtarët dhe viktimat Martin Dulaj, 25 vjeç banues në Tepelen, i cili ishte i shoqëruar në makinë me shtetasen Arsida Demiraj, 19 vjeç, shtetasit Klejdi Miftara, 24 vjeç, dhe Angelo Ruçi, të cilët të dy dhe këta kanë humbur jetën. Nga ky aksident tragjik kanë humbur jetën 3 të rinj dhe është e plagosur në gjendje të rëndë në spitalin e traumës 19 vjeçarja. Deri në këto momente dyshohet se shkak i këtij aksidenti tragjik ka qenë shpejtësia përtej normave të lejuara. Automjeti tip Volkswagen vinte për në drejtim të Tepelenës, e dërsa automjeti tip Mercedes po vinte për në Gjirokastër. Hetimet paraprake deri në këto momente shkak kanë nxjerrë shpejtësinë përtej normave të lejuara. Ndërkohë në këtë segment rrugor kemi edhe mungesë të ndriçimit. Ndriçimi dhe sinjalizimi rrugor mungon, ndonse bëhet fjalë për një nga arteriet kryesore të qarkullimit të automjeteve në jug të vendit. Shpesh ky aks ka qenë burim aksidentesh, ndërsa masa konkrete nga autoritetet nuk janë konstatuar prej kohësh. Siç duket edhe nga këto pamje të momenteve të para pas aksidentit, rruga është totalisht në errësirë dhe pavarësisht kufizimeve me trafik ndarëse metalike apo muret mbajtëse të betonit mbi to, mungon sinjalistika për të krijuar siguri tek përdoruesit e këtij aksi. Automjeti tip Volkswagen me Mercedes-Benzin janë dëmtuar totalisht, duke sjellë dhe pasojën fatale për 3 të rinj në ditën e parë të vitit. Policia njoftoi se po heton ngjarjen që të përcaktoj shkaqet dhe rrethanat e saj.